Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 30 gjatë vitit liturgjik cikli C. Leximin e parë, Adelina Palushi. Psalmin Nora Ukaj. Leximin e dytë, Motër Teodozia Memçaj. Ungjillin Motër Irenea Lekaj. Ndërsa komentin e ungjillit do të dëgjoni nga Pater Valentin Roku. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të Siracidit. Dhuroj të jetë lartit, siç të ka dhuruar ai ty, dhe bëje me sy të mirë, sipas kamjes sate, sepse Zoti s'lë pa shpërblyer, madje 7 fish, aq ai do të kthej. Mos u mundo ta thyesh me dhurata, sepse nuk do t'i pranoj asesi. Nuk jam ban kujt krahu në dëm të skamnorit, dhe e dëgjon uratën e të nëpërkëmburit. Nuk e përmbuz uratën e bonjakut as të vejushës, kur zbraz mjerimin e vet. Vallë, a nuk zbresin lotët e vejushës në përfaqe, a nuk bie britma e saj mbi atë që i shkaktoi? Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Dëgjoni o të përvuajtur e gëzohuni në Zotin. Dëgjoni o të përvuajtur e gëzohuni në Zotin. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojen time për herë lavdi i tij. Shpirti e mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvuajtët e le të gëzohen. Dëgjoni o të përvuajtur e gëzohuni në Zotin. Fytyra e Zotit është kundër bakqive për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Dëgjoni o të përvuajtur e gëzohuni në Zotin. Zoti është ngjat atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt për grirët. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Dëgjoni o të përvuajtur e gëzohuni në Zotin. Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, sa për mua, gjaku im tashmë po derdhet në nder të hyjit, dhe koha të nisem për atjet arriti. Luftën e mirë e luftova, vrapimin e kreva, fen e ruajta. Qysh tashmë pret gati kurora e drejtësisë, çatë di do të ma jap Zoti gjykatësi i drejtë, dhe jo vetëm mua, por të gjitha atyre që do ta presin me dashuri ardhjen e tij. Në mbrojtjen time të parë në gjyq, askush nuk qe me mua, të gjithë më lanë në baltë, mos ju amart askujt për të keq. Por Zoti që me mua, ai më dha fuqi që predikimi i ungjillit të kumtohej plotësisht, dhe ta dëgjonin të gjithë paganët. Hyi më shpëtoi nga goja e luanëve. Veç Zoti do të më shpëtoj nga çdo vepër e keqe dhe do të më shëlboj për mbretërinë e vet qiellore. Lavdia ti në shekuj të shekujve. Amen. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Aleluja. Aleluja. Po të bekoj o atë zotrues i qiellit e i dheut, që të vegjëlve ju azbulove misteret e mbretërisë qiellore. Aleluja. Leximi i Ungjillit shet sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi e tregoi këtë shëmbëltyr për disa që e mbanin veten të drejtë e i përbuznin tjerët. 2 njerëz u ngjitën në tempull për t'u lutur, njëri farize e tjetri tagramledhës. Farizeu qiri në këmbë lutej në vetvete kështu: Të falenderoj o hy që nuk jam por si njerëzit tjerë, coba, të pa drejt, kuror shkeles, ose si ky targambledhes. Agjeroj 2 herë në javë, jap të 10 e krejt fitesës. Kurse targambledhsi zuri vend në fund
nuk i bëhej as syti ngrit drejt qiellit, por rrihte krahurin e vet e thoshte: "O hy, ki mëshirë për mua mëkatarin." Unë po ju them, ky u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar e jo ai, sepse kushdo krenohet do të përvujtrohet, ndërsa kush përvujtrohet do të lartësohet. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvdu Jezu Krishti. Ja ku po takohemi së bashkut për ta kumtuar ngjillin e kësaj diele të 30 të vitit liturgjik kishtar. Edhe këtë ditë, sikurse të dielën e kalume, ngjilli ndalet tek lutja, ku përmes figurës së farizeut dhe të gramlelësit, Jezusi dëshiron me na mësua se si duhet lutemi dhe si mundemi përmes lutjes me fitu mëshirën dhe hirin e Zotit. E për të na ndihmuar me e kuptuar sa më shumë, na vendos përpara pra shembulltyrën e farizeut dhe të gramlelësit. Çfarë është një farize dhe çfarë është një tagramledhës? Farizejt ishin ata njerëz që i përkisnin shtresës fetare të popullit të Izraelit, gëzonin respekt të veçantë në shoqëri për ruajtjen e zbatimin e ligjeve të Zotit, e luteshin çdo ditë me orë të tëra. Kurse tagramledhësit nga ana tjetër ishin krejtësisht ndryshe nga farizejt. Ata urreheshin nga të gjithë, populli i quante vjedhës e grabiçar, sepse vendosnin taksa më të mëdha se ç'duhej në mënyrë që të nxjerrin fitime edhe për veten e tyre. Shkurt pra këta njerëz konsideroheshin mëkatar. Pra edhe pse dy njerëz krejtësisht të ndryshëm njëri nga tjetri për sa i përket profesionit, pozitës shoqërore dhe mënyrës së jetesës, qoftë farizeun e qoftë tagramledhësin, të dy gjejmë në tempull duke i lutur Zotit sipas mënyrës së vet. Farizeu qëndron të qirin kam duke u lut me krenari, ndërsa tagramledhësi kishte zënë vend në fund të tempullit e nuk i bëhej as sy t'i ngrej drejt qiellit, por rrihte krahnorin e vet t'u lut: "O Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin." Pse Jezusi e tregoi këtë shembulltyr? Sepse pau disa që e mbanin veten të drejtë e i përbuznin të tjerët. Madje Jezusi me njëherë na bën me kuptu se pavarësisht se të dy kishin ardhur me u lutë në tempull, edhe pse të dy po flisnin me Zotin përmes lutjes, vetëm tagramledhësi mëkatar thotë u kthye në shtëpi i shfaqsuar. Me të drejtë, mundet me na lind pyetja, përse një njeriu rryer dhe vjedhës deli shfaqsuar, ndërsa një njeri i drejt, besimtar i ndershëm si farizeu nuk lëvdohet nga Jezusi? E kush nuk do të dëshironte ta bënte një jetë me virtytet e larta të këtij farizeu? Ku është gabimi sipas Jezusit që lutja e farizeut nuk pëlqehet nga Zoti? Farizeu gabojnë rrallë parë me vetveten, sepse ai shkoi në tempull jo për t'u lutur, por për t'i tregu Zotit veprat e tija të mira, që argjeron 2 herë në javë që jep 10 e krejt fitesës. Pra, duke lartësu veten e tij, ai kishte kriju një idhull të vetvetes, e Zotit nuk i pëlqen idhujtaria. Ai gaboi edhe me të tjerët, duke e përbuzur e duke bën rolin e gjykatësit, pra duke gjykuar tagramledhësin. Falenderoj o hyj, lutet farizeut, që nuk jam por si njerëzit e tjerë, cuba, të pa drejt, kuror shkeles, ose si ky tagramledhës. E pra sjellja e tij dhe fjalët e tij janë tepër lart nga mënyra si na mëson Zoti. Ai e mban veten njeri i drejt, por harron urdhërimin më të rëndësishëm, ta dush Zotin hyjin tanë me gjithë zemrën tënde. Por ama Jezusi shton duhet ta dush edhe të afërmin tanë por si vetveten, e jo ta gjykosh e përbuzesh. E ku? Në tempull, në vendin e shenjtë, e para kujt? Para syve të vetë Zotit. Nga e diti o farizej 2000 viteve ma përpara, e ti farizeu i kohës sot me moderne, se Zoti nuk e do në dhatë njëri mëkatar? Pse gjykon?
Një është gjykatës i drejtë e i përsosur e është vetëm Zoti. Farizeu gaboi edhe me Zotin. Pse? Sepse ai numëronte para Zotit meritat e veta dhe përpilonte listën e veprave të kryera nga argjërimi e deri te pagesat vjetave, sepse thellë në zemrën e tij kërkonte që Zoti ta vërtetojë lavdërimin e tij. Pra, ai nuk e shite veten duke u bazuar në hyn, por shite hyn duke u bazuar në veten e tij. Ky farizej në tempull, përveç murrjes e krenarisë së tij, nuk i shkoi nërmend një herë me i kërku falje Zotit, duke anashkalu ai e shumë herë dhe ne se përballë Zotit gjithë jemi mëkatar. Fjala urt thot, herë me hiri e herë pa hiri, 7 herë ndit gabon më i miri. Ky pretendim e kjo mendësi apo mentaliteti farizeut, a jeton edhe në jetën tonë të krishterë? Po. Madje e them me binjet plot se mendësia e shumë të krishterëve sot është e ngjashme me atë hebraike të kohës së Jezusit. Mëkatet për të cilat farizeu e falenderojnë hyn se nuk është vjedhës e kuror shkelës, i dëgjojmë edhe sot nër të krishterë. Unë jam mirë me Zotin, e pse të shkoj në kish? Unë s'kam vjedha, s'kam thyj kuror, e pse të rrëfehem? Unë nuk kam vra asnjë, e pse të kërkoj falje? Ti mund thush s'kam vra me pushk, por ama edhe fjalat vret ma shumë se plumi, thot fjala e urt. E kjo fjalë të lën plagosën për gjithë jetën, e madje shumë i marrin këto plag me vete edhe në jetën tjetër. Të mos harrojmë se mëkati që djallin e bëri të humbiste lumturinë e parajsës nuk ishte as vjedhja, as vrasja e as kurorshkelja, por pikërisht krenaria. Pra farizeu nuk u kthye në shtëpi i shpajsum, pse? Sepse e përdhosi tempullin. Ai bani sakrilegj me vetë lutje. Lutja o besimtar dashton nuk ka për qëllim që ne të mburremi tek Zoti, por që të komunikojmë me Zotin me fe e shpresë e dashni e përmi gjitha me përvojtëri. E për shkak të përvojtnisë, Jezusi ka pra një mendim krejt ndryshe për ta gramlelsin. Ta gramlelsin për vujtnin më të madhe thret, o Zot ki mëshirë për mua mëkatare. Sa lutje e bukur. Të lypesh mëshirën e Zotit, të ju paraqit para ti me dur bosh, me zemrën e zhveshun, me pohimin se është mëkatar. Që pra, pse ta gramlelsi për ulun bëhet ikona e vërtetë e besimtarit. Ai e njihte shumë mirë veten e tij. Ai e dinte se nuk kishte jetu si mas vullnetit Zotit dhe ky fakt ja dërmonte shpirtin. Ta gramlelsi duke e ditë se është mëkatar i madh, gjykonte veten e tij dhe nuk kishte kohë të gjykonte të tjerë. Thoshte Nën Tereza, nuk kam kohë me u rry sepse e kam zënë kohën të i dashur. Pra nëse dielën e kalume, Jezusi në shëmbulltyrën e vijushës dhe gjykatësit pa drejt, na ka mësuar se duhet të lutemi pa ndërprerje dhe me fe të qëndrueshme, sot na mëson se nuk mjafton vetëm urata dhe feja e qëndrueshme, por nevojitet edhe përvojtëria. E përvojtërinë lutje do të thotë me lëshu gjithçka në durët e Zotit, të vetëdijshëm sa nevojë kena për Zotin e sa të vegjël jena para Tij. Të dashur vllazën e motra, le të mendoj mirë për këtë shëmbulltyr e ta pyesim veten. Çka i flet zemrës sonë kjo fjalë e Zotit që sapo e dëgjojmë? A thuaj jetojmë nga një herë edhe mrena vetes tonë së bashku të farizeu e hipokrit e ta gramlelsim mëkatar? Si ka qenë kohët e fundit qëndrimi im në lutje plot krenari apo me përvojtëri? Shën Agustini thoshte, është krenaria që engjëllin e shndroi në djallë, dhe përvojtnia e kthen njeriu në engjëll. E të njëjtin mendim të përafërt e bashkëndan edhe filozofi francez Pascal i shekullit të 17 që thoshte, asnjë njeri nuk është as engjëll as djallë, por bëhet djallë kur kujton se është engjëll. Po e përfundoi këtë predikim duke ja kujtu vetes e njëkohësisht edhe ju dëgjues të Radio Maris, këshillën dhe mësimin që na jep Jezu Krishti në rreshtat e fundit të kësaj pjese të Ungjillit. Kushdo krenohet,
do të përvojtnohet, nërsa kush përvojtrohet, do të lartësohet. Sa ma shumë përparojmë bashkimin tonë me Zotin, aq ma të përvojt do t'jemi, e aq ma shumë do të vrejmë edhe gabimet, fajet e mëkatet tona me fjalë, me vepra, me lëshime, me mendime. Kështu pra edhe ne si të krishten, sa ma shumë dëshirojmë me i përngja Krishtit, aq ma fort do ta kuptojmë edhe sa mëkatar jemi para Zotit, e sa nevojë kemi për mëshirën e dashninë e Krishtit. Qoftë lëvdu Krishti e një diele sa më të shenjtë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e meshës së të dielës së 30 gjatë vitit liturgjik. Me ju ishin Adelina Palushi, Nora Ukaj, motër Teodozia Memçaj, motër Irenea Lekaj, ndërsa komentin e ungjillit e dëgjuat nga Patër Valentin Roku. Ju falenderojmë për vëmendjen e ju dëshirojmë paqen e bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.